Sot përkujtojmë shenjtërimin e kishës. Përpara 11 vjetësh, kjo kishë u shenjtërua nga kryepeshkopi Anastas dhe shumë primat të kishave të tjera. Dhe në çdo përvjetor, padyshim që ne falenderojmë të gjithë ata njerëz të cilët bën të mundur ringritjen e kishës, dhe padyshim roli kryesor dhe arkitekti i ngritjes ishte kryepeshkopi Anastas, për cilin e falenderojmë dhe jemi mirënjohës gjithmonë. Shenjtërimi i kishës është diçka shumë e rëndësishme, sepse shenjtërimi do të thotë që prania e shpirtit shenjtë, prania e Perëndisë është brenda kishës. Tradita e shenjtërimit të tempullit të çdo kishe vjen nga Dhjata e Vjetër, kur Solomoni ndërtoi tempullin e tij të madh, 80.000 gurgdhëndës punuan për 7 vjet për gurët, me arë të hollë, u mbuluan tavanet, ishte një mrekulli ndërtesa. Por Solomoni e kuptonte që kjo nuk mjaftonte. Edhe nëse tavanet ishin veshur me arë, edhe zbukurimet e tjera ishin të gjitha, përsëri nuk mjaftonte. Dhe ju lut Perëndisë, duke i thënë këto fjalë, që nëse populli yt thot gabon, e mëkaton, dhe për këtë shkak thot ato largohen nga ky vend, ose toka nuk jep prodhim, nëse pendohen dhe vinë dhe luten, fali. Dhe është një lutje e gjatë që ju mund të lexoni tek libri i Kronikave në 7-8 kapitujt e parë, kushdo që mund ta lexojë. Dhe Zoti u shfaq natën dhe i tha këto fjalë. Nëse populli thot mëkaton, thot, edhe unë thot mund ta dënoj. E nëse ai kthehet tek unë, përulet, lutet, kërkon fytyrën time dhe kthehet nga rrugët e këqija, unë do ta fal e do ta bekoj. E këto fjalë që i thot Zoti Solomonit, ne i thot të gjithëve ne, sa herë ne që mund të mëkatojmë, e sa herë mund bëjmë gabime të mëdha, Zoti kërkon nga ne që të përulemi, të lutemi, të kërkojmë fytyrën e tij, që do thot kërkojmë Perëndin dhe të largohemi nga rrugët e këqija. Përulësia është diçka shumë e rëndësishme, sepse vetëm një shpirt i përulur është i penduar. Një mendje krenare nuk pendohet. Edhe kur thot me fjalë, më fal, përsëri nuk e ka thënë, sepse krenari nuk përulet. Përulësia nuk është poshtërimi i vetes. Dhe kemi thënë shpesh herë këtë gjë sepse është shumë e rëndësishme. Shenjtërorët e përsërisin vazhdimisht përulësinë. Madje Shën Agustini kështu thonte, 3 rregullat më të mëdha të kishës dhe të krishterë janë këto. I pari, përulësia. I dyti, përulësia. E treta, përulësia përsëri. Sepse nëse do jemi të përulur, do thotë që ne kemi kuptuar. Përulësia është kur njohim mirë veten tonë, thellë, jo pseudo veten. Atë që duam ne të jemi, ose atë që duam ne që të tjerët mendojnë për ne, ose atë që mendojmë ne se jemi. Përulësia e vërtetë është kur njohim veten reale. E nëse një njeri e njeh mirë veten e tij reale, nuk do gjejë gjë atje për të qenë krenar. Dhe përulësia do vinë në mënyrë natyrale. Përulësia nuk është duke bërë poza, duke ngritur duart lart, duke mbyllur syt, duke bërë sikur lutesh. Përulësia është thellë në zemër, nuk ka nevojë për poza të jashtme. A nëse ne do përulemi, Perëndia do e sjellë bekimin e tij, sepse Zoti i ndihmon të përulurit, po i rri kundra krenarëve. Dhe Zoti na kërkon që të lutemi. E lutja është shumë e rëndësishme në jetën shpirtërore. Lutje nuk do thot vetëm thjesht thuash lutje me buzë. Lutja është një gjendje shpirtërore, kur ne jemi në kungim me Perëndin, kur ne ndjejmë praninë e Zotit, e bëjmë një jetë shpirtërore, duke u përpjekur që të jetojmë sipas mësimeve të Zotit. Nëse ne përpiqemi të jetojmë sipas mësimeve të Zotit, padyshim që do fillim të kuptojmë diçka shumë të rëndësishme. Shën Simeoni, theologu i ri, thotë të fjalë. Nëse ju do përpiqeni të jetoni sipas urdhërimeve, atëherë do i kuptoni dobësitë tuaja. Sepse njeriu kur nuk përpiqet të jetojë sipas mësimeve të Zotit, nuk i kupton dobësitë e tij. Mund t'i duke normale, vetëm atëherë fillon dhe kupton njeriu thellë dobësitë e tij. Nëse do i djekim gjithë urdhërimet, që do thotë mos vidh, mos vrit, mos shkel kurorën, mos lakmo tjerët, duhet të afërmin si vendet tënde, duhet Zotin me gjithë fuqinë e shpirtit tënd. Nëse ne do përpiqemi të bëjmë këtë, do kuptojmë që jemi të dobët. E duke kuptuar këtë, përulësia do vinë në mënyrë natyrale.
Prandaj dhe lutja dhe përgësia shkojnë së bashku me njëra tjetrën. E Zoti na kërkon ne që të kërkojmë fytyrën e Tij. Çfarë do të thotë që të kërkojmë fytyrën e Zotit? Të kërkojmë fytyrën e Zotit do të thotë që të bëjmë dëshirën e Tij. Themi në lutjen dhe kërkojmë që u bëft dëshira jote si në qiell ashtu dhe në tokë. Pa përpiqemi në thellë të bëjmë dëshirën e Tij në gjithë veprat tona. Nëse nuk përpiqemi, do të thotë që nuk po kërkojmë Zotin, po kërkojmë diçka imagjinare që kemi nën kokë. Jeta shpirtërore është shumë e thjeshtë. Nuk është e mbushur me misticizma e me romantizma që shpeshherë njerëzit i japin. Jeta shpirtërore është një përpjekje vazhdueshme për të jetuar sipas mësimeve që jep Perëndia. E kjo jetë shpirtërore do na bëjnë që të kthehemi. Dhe të fundit që i kërkoi Zoti Solomonit ishte nëse ato do kthehen nga veprat e këqija, unë ata do i fal e do i bekoj. A nëse ne kthehemi nga rrugët e këqija, gjithçka tjetër që e ndyn zemrën tonë, e ndyn mendjen tonë, që e rrëson mendjen tonë, Zoti do na ndriçojë, do na ndriçojë, do na shenjtërojë e do na bekojë. Padyshim që do na fali, sepse Zoti, siç thotë dhe vetë, me dashje nuk dua vdekjen e mëkatarit, po dua që të kthehet e të jetë i gjallë. Kthimi nga rruga e keqe nuk është e lehtë. E sa më shpejt që të bëhet, aq më lehtë është. Sa më shumë njerëzit vazhdojnë në një pasion që është i ndaluar, shumë më vështirë do e kenë që të heqin dorë. Prandaj dhe Zoti kërkon që ne të kthehemi që në fillim. Nëse dikush ka disa pasione të forta në mendjen, në trupin e tij, është mirë që të përpiqet që në fillim. Sa më shumë kohë kalon, aq më vështirë është. Sepse njeriu, thotë Shën Siluani Athoniti, është një qenie zakoni. Nëse do bëj virtutin zakon, virtuti do qëndrojë. A nëse do bëj vesin zakon, vesi do qëndrojë tek ai. Edhe kur të mundohet që ta heqë, nuk mund ta heqë dot. Prandaj dhe është mirë që të formoj zakone të mira çdo njeri në rinin e tij. E dua t'i them gjithë rive të rejave. Le të mundohen që t'i bëjnë që në rinin e tyre virtutet zakon, e ato do shoqërojnë gjithë jetën e tyre. Shpeshherë mëkati mund duket i mirë dhe i ëmbël, por fundi është shumë i hidhur. Virtuti mund duket i vështirë në fillim. Edhe mendon se po humb, por në fakt nuk po humb, po fiton. Ky është kuptimi dhe i fjalëve të Zotit që thotë në Ungjil, ai që do fitojë jetën e tij do e humbas. Dhe ai që do e humbas për mua dhe ungjillin tim do e fitoj. Sepse nëse ne e humbasim pasionet që na shtrëmbrojnë, nuk kemi humbur, po kemi fituar. Nëse i luftojmë ato ne, edhe mund të jenë të vështira, përsëri kemi fituar. Sepse të fitojmë Zotin do të thotë që të fitosh gjithçka. Dhe nëse fitojmë Zotin, padyshim do kemi një gëzim të madh në jetë. E përmend shpeshherë gëzimin, sepse gëzimi është një pjesë e rëndësishme në jetën e njeriu. Proverbi i vjetër thonë kështu, nuk ka shenjtor të trishtuar. Aty ku është Zoti, është gjithmonë edhe gëzimi. Si thot shërbëtorit besnik Zoti në paravolinë e talantave. Të lumt shërbëtor besnik thot. Hyr në gëzimin tënd. E përdor fjalën gëzim si sinonim të fjalës jetë, sepse një jetë e plot, një jetë me Zotin ka gjithmonë gëzim. Edhe sikur të jenë në vuajtje të mëdha, në vështirësira, nëse do jetë Zoti, do ketë gëzim. Shumë nga asketët e mëdhej, e shenjtorët e mëdhej, të cilët bën një jetë nga jashtë të ndoshta të mjeruar për sytë tanë, jetonin në shpella, shpeshherë zbathur, në të ftohtë, në të nxehtin, e megjithatë gëzimi i tyre ishte jashtëzakonshëm, saqë shumë prej tyre, sipas dëshmive të njerëzve që ishin rrotull, i luteshin Zotit që t'janë dalte pa gëzimin se nuk e mbajmë dot, sepse nëse Zoti do jetë i pranishëm në jetën tonë, gjë që do thotë nëse ne do jetojmë sipas mësimeve të Zotit, jeta jonë do ketë gëzim, e jeta jonë do ketë një kuptim, sepse gëzimi është një qenie e rëndësishme në jetën tonë. Nëse ne do kemi gëzimin, është shenjë që është Zoti tek ne. Prandaj dhe profeti Isaia në një varg thot fjalët e famshme, nuk ka gëzim për të paudhët. Se çfarë është i paudhi? Fjala i paudh vjen nga dy fjalë, pa, që do thotë jo, dhe fjala udh. Atje ku nuk ka rrugë, ku nuk del asgjë kundi. Dhe kjo fjalë është shumë e bukur nga ana teologjike, sepse nëse Zoti është udha, siç thot vetë unë jam udha e vërteta jeta, i ligu është pikërisht ai që nuk ka rrugë, e që është gënjeshtra, e që është vdekja. Prandaj le të përpiqemi që sa herë vim në tempullin e Zotit, në këtë kishë, të zbatojmë 4 urdhërimet që ka dhënë Zoti, të përulemi, të lutemi, të kërkojmë Perëndin,
dhe pa dyshim që të largohemi nga gjërat e këqija. E të kemi parasysh në fjalët e Zotit, sepse Zoti i mban fjalët. Ne shkelim premtimet gjithmonë, po Perëndia i mban fjalët. Nëse do na bëjmë këtë, Zoti ne do na fali, do na shenjtëroj e do na bekoj. Amin.